Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemi në ligjëratën e 12 nga ligjëratat e zuhdit në shpjegimin e librit të Ahmed ibn Hanbelit. Sot do t'i marrim gjithsej 9 hadithe, prej hadith 110 deri në hadithin 118. Pa unë burkohet, le të vazhdojmë. Hadithin numër 110 nga Bera ibn Azib transmetohet që ka thënë: na urdhëroi i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam që të vizitojmë të sumurit dhe të përcjellim xhenazet. Pra profeti alayhi wasallam i ka jap 2 urdhra që transmeton Bera ibn Azib. E para është që të vizitojmë të sumurit dhe e dyta që të përcjellim xhenazet. E këto 2 urdhra janë njëkohësisht edhe hak i besimtarit ndaj besimtarit, është obligim i besimtarit për besimtarin, dhe në to ka shpërblim shumë të madh. Dhe këto ndërlidhen me zuhdin në aspektin që këto ta zbusin zemrën. Këto janë shërim për zemrën. Se zuhdi gjithmonë ndërlidhet me pastrimin e zemrës, me largimin e smundjeve të zemrës. Edhe këtu me të vërtet t'i largojnë smundjet e zemrës, edhe ta përkujtojnë ahiretin. Vizita e të smurit është i laqë për zemrën në aspektin që mos me të lanë ty me o habit, mos me mashtru mas kësaj dunjaje, edhe me atë ditë vlerën shëndetit. Kur t'i shish njerëz të smur, që vujnë nga sprova në më ndryshme, ti kja ta zbut zemrën, e ta kujton vlerën e shëndetit, edhe ta përkujton që ti atë shëndet shfrytëzoje begatit të Allahut, shfrytëzoje në mirësi ti, në bindje ndaj ti, në adhurim ndaj ti, sepse mundet që me të humb ajo mirësi, mundesh edhe ti nesër mos provu sikur ata. Pastaj përcjellja e xhenazës, edhe ajo ta përkujton ahiretin, sepse e ki parasysh që nesër edhe ti do të futesh në atë vend. Njeriu i mençur kur e përcjell xhenazën, e sheh edhe mendon, thot me vete, nesër edhe mund të ma bajnë xhenazën, ashtu siç unë jam duke ja bajt. Dhe kjo ja kujton ahiretin, rubet, edhe e bën që me kon ma i matën në jetën e kësaj bote, ma s'me thonë me rezerva, me marrë gjërat, me urujt për mëkate, në mënyrë që nesër kur dalim para Allahut me kon faqebartë. Kemi hadithe 111, që është hadith kudsike, që këtë hadith e transmeton profeti alayhi wasallam prej Allahut. Në këtë hadith ka thënë Allahu i Madhëshëm: fali për mua o biri Ademit 4 rekate në fillim të ditës, do të mjaftoj ty për fundin e tij. Don 4 rekate në fillim ditës. Çka është për qëllim në fillim ditës? Janë 2 mendime dietare. Mendimi i parë thotë që janë 2 rekate sunet sabajt e 2 rekate farz. Mendimi i dytë është që kush i fal 4 rekate të namazit të duhas. Ai se don me marrë të sigurtën që me arrit këtë vlerë, e kjo vlerë është që Allah dëtruan ty gjatë ditës. Është që ti falësh 2 rekate sunet edhe 2 farz në xhami, nëse e ki ofër ose e ki obligim, por se edhe e dyta mi falë edhe 4 rekate të namazit duhas. Atëherë pa dyshim që hintin këtë hadith. Del prej mos pajtimit dietare. Pra këto 4 rekate kush i falë e ka të garantuar mbrojtjen prej Allahut gjatë pjesës tjetër të ditës. Pastaj hadithi 112 është që profeti alayhi wasallam ka thonë: vërtet angjëjt lutën për robën përderisa ai qëndron në vend falje të tij, përderisa nuk e prish abdesin, duke thënë: o Allah fale atë, o Allah më shëroj atë. As kohë sot ti qëndron, fal ndonjë namaz saktuar, dhe përderisa ti qëndron në vendin ku e fal, për ty me laçë do të lutën vazhdimisht. Me kusht që mos me prish abdesin. Në atë moment që e prish abdesin,
realisht nuk vlen kjo. E çka lutën me lacet, lutën me lutjet mas madhështore, o Allah fal ata, o Allah më shëraj. E falja e Allahut ti mshel ty rrugë të këqija, mëshira e Allahut ti hap dyert e hajrit. Don kjo lutja është mas gjithëpërfshirëse. Me të falë Allah edhe me të mëshiru. Lutja e engjëve për besimtarin që falet, pra e përmendum që lutja është domthon përderisa ti qëndron në vend faljen, edhe ato luten që Allah me të shly mëkatet dhe me të mëshiru, me t'i hap dyert e hajrit sa ti jesh gëdmon. Hadithi 113 ka të bëjë me jetimat. Profeti alayhis salam thot: Men masaha ala ra'si yatimin la yuridu bihi illa Allah. Kush fërkon kokën e jetimit, ose ndoshta më mirë shkon me përkthy, kush lëmon kokën e jetimit dhe me këtë nuk dëshiron vetëm se Allahun, atëherë me çdo çime që lëmon do të ketë vepra të mira. Dhe kush i bën mirë jetimit apo jetimes, do të jemi unë dhe ai si këta dy gishta. Pra ai që e përgdhen kokën e jetimit për çdo çime që e përgdhen, ka shpërblim tek Allahu më dhash. Për çdo çime. Imagjinoj sa çime mund të më pas jetime. Dhe përveç kësaj, domthon në fund hadith përmend kush sillet mirë me jetimin, unë dhe ai në ditën e ringjalljes do të jemi kështu. Por sa afër është gishti tregues me gishtin e mesëm. Është shumë afër njëra me tjetër. Kështu edhe ai që kujdeset për jetimat do të jetë më afër me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenet. Pastaj hadithi radhës numër 114 është që profeti alayhis salatu wasalam transmetohet që ka thënë: çdo gjë përveç hijes së shtëpisë dhe bukës së thjeshtë dhe rrobës me të cilën mbulon avretën e tij apo ujit, çka do të shtohet përveç kësaj bira Ademit nuk ka të drejtë në to. Pra modestia në jetën e kësaj bote, çka ne e kemi drejtën, çka ne kemi hakun to janë 4 gjëra. Strehime, pra një strehje që të mbron nga nxehtësia dhe të ftoftit, bukë e thjeshtë, pra ushqim që ta mbon trupin gjallë, veshje që ta mbulon avretën dhe ujë që ta shkuan etjen. Pra çka do përveç kësaj nuk është e drejtë e birit të Ademit. Transmetohet nga Nu'man ibn Bashir që ka thënë: bëni luks me ngrënje e pirje sa të dëshironi. Unë kam parë profetin alayhis salam që nuk ka gjetë as hurme të shprishura që ta mbush stomakun e tij. Subhanallah, do të Nu'man ibn Bashir ka pas gjendjen në atë kohë. Sa e gjendjen në atë kohë nuk krahasohet me kohën tonë. Luksi në atë kohë ka qenë prapë shumë i vogël se në kohën tonë. Edhe ai ju ka thonë pranishme, ju ka thonë bëni luks sa dani me ushqim e pije, po dini që zotëria i bive të Ademit. Muhamedi alayhis salam nuk ka gjetë as hurme të shprishura, as hurme që janë këto quhen dakël, janë hurmet më të pavlera janë. Asasin po nuk ka gjetë që me mbush stomakun e tij. E ku është gjendja jonë që ne stomakun gjithkohën e mbushim. Madje ajo që e mbushim, po e stërmbushim. Nuk e lëmë as ushqimin që e kemi hangër me nau tret, e fusëm tjetër. E subhanallah, shikoni domon profeti alayhis salam çfarë jetë thjesht. Kish pas kjo dynja vlerë të kallon ndaj gjë, nuk e kish sprovu dërgumin e tij në këtë formë. Profeti nuk gjen të mjaftueshëm hurma të cilësisë së dobët për të mbushur barkun e tij. Kjo tregon modestinë dhe thjeshtësinë e tij të madhe, pavarësisht aftësisë së tij për të pasur më shumë. E kjo është interesant. Don pejgamberi alayhis salam nuk e ka lënë faktikisht pse nuk ka mujt me mbush barkun. Ai ka pas mundësi. Sa ka në 10 shtete, krejt pasuria i ka orë në dorë tij, ka mujt me jetu si mbretrat. Po ai
që kjo është që aja zuhdi vërtet. Kur ki mundësi edhe nuk e vepran. Na dim që pejgamberi alayhis salam e ka refuzuar dynjan. Në çdo mënyrë që ka ardhur, ja kanë dhënë pa ka refuzuar, ka zgjedhë thjeshtësinë, edhe pse u kanë udhëheq shteti, e ka zgjedhje thjeshtësinë. Se nga ai që nuk ka, ai detyrimisht do të duraj, nuk ka zgjidhje tjetër. Mirë, po pejgamberi alayhis salam ka me vetë zgjedhje e tij e ka zgjedhë thjeshtësinë. Kjo është mësim për muslimanët, se sahabiu Nu'man ibn Bashir na tregon për modestinë e pejgamberit alayhis salam që muslimanët marrin mësim. Modestia nuk do të thotë ndalim i gjëra të mira, por mos lidhje me dynjan. Thonë qëllimi është krejt mos me u lidh me dynjan, po për mos me u lidh me dynjan duhet me pas një farë doze të refuzimit të dynjas. S'mjafton vetëm me thonë ti nuk lina me dynjan, kurse realisht kur ta shikosh ti e lidh me ta. Pastaj prej hadithet zuhdit që janë ilaç për zemrën, është edhe ky hadith që pashtu nga Nu'man ibn Bashir, që ai ka dëgjuar pejgamberin alayhis salam duke qenë në minber. Minber është ai vendi ku ngjitet imami gjatë mbajtjes së fjalimit të ditës së xhumë. Ai është minber, e minberi i pejgamberit alayhis salam ka qenë i thjesht, ka pas vetëm 3 shkallë. Dhe Nu'mani thotë që ka dëgjuar duke qenë në minber pejgamberi alayhis salam duke thënë ju atërheke vrejtjen nga zjarri. Aq shumë ka fol domon. Ju atërheke vrejtjen nga zjarri, ju atërheke vrejtjen nga zjarri, derisa një pjesë e mantelit ti ka ra prej krahut. Mantel, po i thëmë se ai mantel nuk quhet, përse është ride, është domon ato, nëse keni pa njerëz që bajnë haxh ose umre, e kanë një peshqir për mi edhe një peshqir poshtë. Që ky peshqir i poshtëm quhet izar, e ky i lartë quhet rida. Tash kjo ridaja që ka pas, që shumë ka fol, jo tërheke vrejt me izare, aq me sinceritet, me sa që i ka ra prej një krahve, i ridaja. Edhe ka përsërit këta, jo atërheke vrejtjen nga zare. Tash Nu'man ibn Bashir po thotë sikur ta bëja kët, do të bëja të dëgjonin edhe njerëzit në treg apo aq sa Allah dëshiron. Ndërsa po qëndronte në minberin e Kufës. Don Nu'man ibn Bashir ka thënë kët duke marrë hutbën në Kufë, që është qytet i Irakut. Thotë po ta kisha bënë në njëjtën gjë si pejgamberi alayhis salam. Po tregon që edhe ata në treg që janë jashtë xhamisë, ata do të më kishin dëgjuar. Don çat shumë me entuziazm, me sinqeritetin më të madh pejgamberi alayhis salam ja i ka paralajmëruar prej zjarrit. Se kur ta shikosh pejgamberi alayhis salam e ka pa xhenemin me sytë e tij. E ka pa edhe ai me sinqeritetin më të madh. Na ka treg vrejtën që të mos bëhemi sikur e ka sjell atë shembull sikur ato me skojat që shuhin një zjarr e mendojnë, ose si ato flutrat që shuhin atë zjarrin e mendojnë që është i mirë. Edhe shkojnë drejtim zjarrit e djegën. E ai na del përpara atij zjarrit mundohet me na ndalu. Mundohet po prap thotë ju ma muni. Prap ja mujnë dhe futen në zjarr, mendojnë që është gjë e mirë më dhon pas epsheve. Profeti alayhis salam paralajmëron të umetit e tij aq fuqishëm nga zjarri sa që i ra manteli. Ai donte që edhe njerëzit në treg të dëgjonin për shkak të rëndësisë së paralajmërimit. Kjo tregon dhëmshurinë e tij për umetin e tij. Ton sa i dhëmshëm ka qenë. Ka qenë me të vërtetë sikur më thon si një prind që e shef fëmijën e tij që është duke shkuar në drejtim zjarrit. Edhe i vërtet me mundësi më të madhe ruaju se zjarri. Kështu edhe pejgamberi alayhis salam ka qenë për neve edhe më i mëshirshëm se prindi për fëmijën. Pastaj hadithin numër 117, po profeti alayhis salam mos e dëshironi vdekjen, sepse vdekja i ka tmerrat e saj. Prej lumturisë së njeriu është jeta e gjatë e shoqëruar me kthim tek Allah. Pra, edhe këtu po na mëson pejgamberi alayhis salam që mos ta dëshirojmë vdekjen. Mos ta dëshirojmë vdekjen. Edhe normalisht mos me pru punën na që me dëshiru vdekjen. Se normalisht njëra prej gjërave që ja të merrojnë njeriu tjetër e kësaj bote është mu ushqy me lajme negative, me fjalë negative,
që ata ne do të mi bloku çdo gjë që të mbjell pesimizëm. Se nëse e shikoni ai të hadithe aty mbjellin optimizëm, mbjellin vullnet, mbjellin domthon fuqi për me përparu. Edhe për këtë arsye, domthon ne do të largohemi prej çdo gjë negative. E po lumturia e njeriu ku prej lumturisë njeriu është me jetu gjatë në bindje ndaj Allahut. Pra me u kthy, me kanë vazhdimisht i kthym tek Allah. Me jetu gjatë, po me kanë i kthym tek Allah. Kjo është prej lumturisë më të madhe të njeriu. Madje në disa hadithe ka ardhur që njerëzit më të lumtur janë ata më të mirë janë ata që jetojnë gjatë me vepra të mira. Pasaj, kjo hadith është përgëzues, vendi sa shkopi i ndonjërit prej juve në xhenet është më mirë se çfarë është midis qiellit të tokës. Nëse u kujtohet e kemi pas marrë një hadith që vendi i kamxhikut në këtë botë është më i mirë se çka është falni. Vendi i kamxhikut në xhenet është më mirë se kjo botë çka konta. Këtu po thotë vendi i shkopit në xhenet është më mirë se çka ka midis qiellit të tokës. E kjo me të vërtet jep vullnet që të gjithë kohën me pas mendimin të vataniut, të vatania i babës tanë Ademit, që e xheneti, gjithmonë me llogarit vetën që je mërgjimtar në këtë botë. E gjithmonë me kujtu që xheneti është shtëpia jote, e vërtet. Edhe se atje është, imagjinoj vetëm një vije vogël, sa është një shkop. Në xhenet është më mirë se gjithë kjo botë. E ne nuk mund ta imagjinojmë se çfarë mrekullish ka në xhenet. Në këto ishin pra hadithet cilat i kemi përzjedhur sot që të shpjegojmë lutem Allahun që të vëdësohemi, të jemi prej atyre që dëgjojmë fjalët dhe ndjekën më të mira tyne. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.